vakume juridike. Në këtë rast nuk ka pasur asnjë dilemë. Neni 82 i Kushtetutës së Kosovës e përcakton shumë qartë se kur shpërndahet parlamenti. Shpërndahet vetëm në 3 raste, pra nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e saktimit të mandatarit nuk mund të formohet qeveria. 1, nëse për shpërndarjen e kuvendit votojnë 2/3 e deputetëve dhe rasti i tretë është nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti. Kësaj radhe kemi rastin e tretë. Do thotë është shumë e qartë, ajo edhe vetë e tha gjatë konferencës për shtyp që nuk e përjashton mundësinë që gjykata kushtetuese do ta shpallë. Pra, jam e vetëdijshme, thot zonja Osmani, që mund të shkojnë kushtetuese dhe jam krenare nga ana tjetër për këtë veprim. Ishte pasojë e zemrimit të saj që nuk mori një mandat tjetër, por kjo nuk e justifikon sulmin që i bëri kushtetutës, rendit kushtetues të Kosovës, sepse thjesht ajo është juriste e njohur, ajo e din shumë mirë që ka bërë shkelje dhe në zemrim kisha për të thënë në zemrimin e saj për faktin që u refuzu një mandat tjetër, nuk u propozu nga vetëvendosja. Por kjo tani i takon të kaluar, unë jam i sigurt që gjykata kushtetuese do ta anulojë atë dekret të saj. Nuk ka asnjë mundësi që ai dekret të mbetet në fuqi, pavarësisht komenteve të një pjesë të opozitës e cila i dëshirojnë zgjedhjet, prandaj e mbulojnë, e